E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të përfolur edhe ngjarjeve më të fundit. Kot nuk thonë që dashuria t'i hap syt, dhe pikërisht këtë gjë po shoh tek Mateo Bori. I lumtur, i kënaqur, tepër i nderuar, i respektuar, Mateo Bori ka postuar një video në story. Ju e dini shumë bukur që Mateo ditën e djeshme ka ndarë një kohë të mirë me familjen e Brikenës, me tezën e Brikenës, janë argëtuar, janë kënaqur të dy, i kanë dhuruar pozitivitet njëri tjetrit dhe kanë qenë bashk duke ndarë momente të bukura me familjen. Mateo ka kthyer në Tiranë, do me thënë ai ditën e djeshme ka dërguar Brikenën tek familjarët e saj, do me thënë Brikena ka kthyer nga Italia, është ndaluar në Tiranë dhe pastaj ka vazhduar në Prishtinë. Do me thënë ka qenë Mateo i cili ka bërë rrugtimin me Brikenën. Kjo tregon që do me thënë marrëdhënia e tyre është shumë e bukur dhe nga momentet e lumtura normalisht, pasi që ka takuar dashurinë, gjendët e tij më të shenjtë, pikën e tij më të dobët, Mateo sot i lumtur ka ndarë një video për të qenë sa më afër fansave të tij. Çfarë kam vërejtur unë? Mateo gjatë kohës kur është me Brikenën, apo gjatë kohës kur e ka Brikenën afër, gjatë kohës kur ato të dy ndajnë çaste, mendoj unë e shoh të tillë, Mateo duket shumë i lumtur, duket shumë pozitiv, duket me shumë energji të mirë, sikur energjia e mban brenda shpirtit, e mban brenda zemrës. Dhe pikërisht kjo gjëja, do me thënë, e ka bërë Mateon që të jetë kaq pozitiv. Unë them gjithmonë që njeriu që dashuron, mendoj unë që e shikon botën me një sy ndryshe. Dhe në këtë rast, unë shoh Mateon i cili vërtet e shikon botën me një sy tjetër dhe vërtet ka një energji të pa zë brenda vetes së tij, por që e transmeton me pozitivitet. Mateo ka kthyer drejt Tiranës, besoj që shumë shpejt, do me thënë në Tiranë do të jetë edhe Brikena për të nisur, do me thënë rrugtimet, më falni, të tyre të bukura të artit, por gjithsesi e shoh që gjërat i marrin shumë shtruar. Do me thënë shoh shumë tradicionalitet, më pëlqen në fakt ky tradicionaliteti që Brikena ka dhe Mateo, dhe sinqerisht po e shijojnë pafund dashurinë e tyre. Janë të dy shumë mirë, po u shkojnë gjërat shumë mirë, do të kemi një manifestim të bukur familjar, por dëshiroja të ndaj këtë video me ju, që Mateo ndjet shumë pozitiv dhe ndjet shumë i lumtur në krah të gjysmës së tij shumë të çmuar, që në këtë rast është Brikena.